Muaj I madhërueshëm I Ramazanit. Çudira ndodhin në Ramazan. Shejtanët bien në lakun e litarëve të këtij muaji të shenjtë. Agjërimi shuan çdo zjarr të dëshirave e lakmive materiale dhe trupore. Pasionet boshe mpihen, ngrin. Fuqia dhe forca tashmë I kalon shpirtit që prindrit rrugës qiellore. Në luftën e jetës armiqtë e tu paksohen dhe forcat e tua shtohen. Sa shumë shpresë ka në muajin e Ramazanit për mëkatarin. Monotonia e jetës tashmë ka ndaluar. Zemra është kthyer në thellësinë e saj. Zëri I përkushtimit dhe I besimit skuq horizontin e këtyre ditëve kaq të shenjta. Dhe engjëjt ngrehin lart në qiell veprat e mira të agjëruesve. Pejzazh hyjnor rrethon gjithësinë. Në Ramazan ka veç zemra agjëruesish të zbutura e të dashuruara me Allahun, krijuesin e tyre. Syt e atyre që luten gjatë namazit të natës janë të përlotur. Mëkatet e të penduarave janë falur. Fytyrat e besimtarëve të agjërueshëm seç kanë një nur që kur nuk mund ta kenë të gjithë. Një nur që ndriçon fytyrën e tyre. Po, fytyrat e tyre shëndrisin. Fytyrat e tyre vetë Zoti I ka zbardhur, I ka ndriçuar. A I keni vënë re? Ramazan shtrohen sofrat e mirësive dhe begative hyjnore. Gjithkush është I ftuar, askush I përjashtuar. O njerëz, përgjigjuni thirrjes së Zotit të gjithëmëshirshëm. O zemra të buta, o shpirtra të dashuruar me Zotin tuaj, nxitoni, paraj sa ju pret ju që I përgjigjeni kësaj thirrjeje. Sa keq për atë që e refuzon ftesën, sa keq për atë që I kthen shpinën.